Robër të Allahut, teubja është e hapur, deri kur të vijë urdhri i Allahut subhanahu wa taala dhe me të mbyllen dyert e teubes. Të mbes mosbesimtari në kufrin e tij, besimtari në imanin e tij dhe gjunaqçari në mosbindjen e tij. Ky urdhër është dalja e diellit nga ana e Perëndimit, që është për shenjave të mëdha të Kiametit, me të cilën do të ndryshojë kjo gjithësi. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Inna Allaha yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Allahu e shtrin dorën e tij natën që të pendohet ai që ka bërë gjunah ditën, dhe e shtrin dorën e tij ditën që të pendohet ai që ka bërë gjunah natën. Pra vazhdon kështu deri kur të lind dielli nga perëndimi i tij. Dyert e pendimit mbyllen gjithashtu kur dikujt i vjen shpirti në gryk. Kur ta arrijë të fyti, atëherë pendimi i robit nuk pranohet, por ai do të vdes me ato vepra që ka bërë. I lutemi Allahut azza wa jall për mua dhe për ju të kemi përfundim të bukur dhe të na ruaj nga përfundimi i keq.